الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. ربنا الله Këtë këta që për e shifri që nga kjo pasuri që kam, e kum fitu me diturin time. Krejton e vetë kam bërë. Në thotë e mohoj gjithë ato të mirat të cilat Allah subhanahu wa ta'ala ka bërë. Duke ditë ai që me dhuntit e Allahut e ka fituar pasuri. Në thotë sikur mos ja kishte dhënë Allah durr, syt, mend, këmbë, ai s'ka pas trupin e që e ka pas, fuqinë, i kishte lëshu smundje, s'ka pas mundësi me mërri këtë pasuri që ne kishte. Mi po, me gjithë ata, i harrej gjitha këtë dhuntit e Allahut azza jall, dhe unë e kam fituar kur kush s'ma ka dhënë këtë. Jamalul wujudi bi dhikril ilah wa tasful hayatu bi nuri huda. A nuk e din Karuni, a nuk e din edhe ata të cilët e ndjekin rrugën e Karunit. Allah azza jall tash kur përgjigjet për Karunin, e Karuni është e ka pruar Allahu që më morëm semna prej ngjarjes Karunit. E që do të çdo i pasur musliman do të më mendu thjesht këtë ngjarjen e Karunit. A nuk ka mendu Karuni, dhe a nuk mendojnë ata Karunat e sodit, të cilët Allahu ja ka dhënë pasurinë dhe mendojnë që e kanë fituar vetë nga vetja e tij. A nuk mendojnë ndonjëherë në shekun popull që kanë kaluar para atyre? برضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار Thot Allahu wala yusalu an dhunubil mujrimin. A nuk e din Karuni, ata të cilët e ndjekin rrugën e Karunit, sa nuk pyeten kur vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala, nuk pyeten kriminal, a më ardh apo mos më ardh. Në ato kur dia dënimi dhe Allah azza wa jalla ka caktuar dënimin me ardh një njeriu apo një populli, nuk pyeten ata a më ju ardh apo mos më ju ardh. Është i vetmi Allah subhanahu wa taala që pyetet për këtë e nuk pyeten njerëzit. تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Thot një ditë prej ditëve dol Karuni me gjithë pasurinë e vet, dështolinë e vet që e kishte. Gjithë njerëzit që e mbajshin përmend, me gjithë truprojet e veta, me gjithë ato ushtrinë e vet që e kishte dhe me gjithë bukuritë dhunti që e kishte dhënë Allahu, dol një ditë para njerëzve. Dhe Allahu tash në flet mesin e besimtarëve, ka gjithmonë njerëz me besim dopt. Dhe na flet për atë besimin e dopt, një palë njerëzve që kishin besimin e dopt kur u sprovul me çeta. Kur Allahu na flet kur dol Karuni me këtë pasuri që kishte dhënë, me këtë stori që kishte dhënë Allahu azza wa jall për popullit, njerëzit të cilët kishin besimin e dopt, ishte provim për ta kjo. Nuk patën mundësi me qëndru për këtij provimi. به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا. Nëse durimi është disa lloj, e për aty lloj vjen dy lloje durimit. Dhe nëse njeriu ne ka njënën prej këtyre durimeve humbet. Durimi i parë me bë sabër, me duru njeriu dhe mos merron mëkatet të cilat Allah subhanahu wa taala i ka ndaluar. Mos merron veprat të cilat Allah i ka ndaluar. Vetja i don vetja njeriu, dëshiron që ti me të çun vepra të këqija, e ti nëse bën sabër dhe nuk bjen, kjo është sabër i lavdruar, sabër të cilën e dëshiron Allahu për ty. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. E dyta, sabrin në vepra të mira. Nëse njeriu shpesh herë bjen mëkate për shkak mos sabrit të tij. Se Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar me namaz, shim namazin e sabahit, më që herët në pol namazin e sabahit,
ai nuk bën sabër në këta, nuk qohet në fa namaz sabër. Nuk bën sabër me prish gjumin. Nuk bën sabër në fukarallëk, në telvjedh. Nuk bën sabër në ata, edhe kështu që bjen, domethënë mos sabrin vepra të mira dhe mos sabrin nga dalimet e këqija, i bën njeriu me ra vepra të këqija. Andaj, atë që ka përgatitur Allahu në xhennet e fitojnë ata të cilët janë sabërnik. Allahu subhanahu wa ta'ala flet se Karunit i ardhënimi. Që do të thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë botë ka mundësi mi aqu dënimin ndër ikujt, ndër një njerit që është në këtë botë, dhe ka mundësi mi aqu dënimet një popull, dhe ka mundësi mi avonua dënimin në ahiret. Andaj ka mundësi njeriu të mi zbri dënimin këtë botë dhe mos mendon se gjithmonë dënimi mbet për ahiret. بذكر الإله وتصفو الحياة